Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil khalq wal mursalin nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in thumma amma ba'd. Të gjitha lavdit, falëndërimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun xhalla xhelalu. Atë falenderojmë, për ti falë dhe udhëzime kërkojmë. Salavatet, salamet, përshëndetjet më të mira i pejgamberin tonë të dashur Muhammedin alayhi salatu wassalam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo musliman i cili e ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar xhamatli, të nderuar vëllezër, fillimisht falenderojmë Allahun subhanahu wa taala për çdo të mirë që na e ka dhënë në dynja. E prej të mirave më ekskluzive është Islami dhe imani dhe besimi në Allahun xhela xhelalu. Falenderojmë Allahun subhanahu wa taala që na ka mbledhur në këtë Ramazan për të agjëruar, për të falë, për të lexuar Kur'an, për të bërë vepra të mira. Njështu falenderojmë sonte edhe këshillin e xhamisë të kryer me imamin dhe khatibin e kësaj xhamie, duke ju përgjigjur ftesës së tyre që ndajmë disa minuta së bashku për shpjetuar nga libri i Allahut dhe suneti i pejgamberit alayhi salatu wassalam. Të nderuar xhamatli, jemi në pjesën më të mirë të Ramazanit. Sonte është nata e parë e garës së fundit. Pra sot është fillimi i fundit, fillimi i pjesës më të ëmbël të Ramazanit, 10 shi i fundit. Sot ishte iftari 20 edhe teravia 21. E teravia 21 do më thonë teku i parë i këtij muaji të shenjtë Allahu xhel xhelalu ku shpresohet me çë nata e Kadrit. Andaj ti përvishemi adhurimeve, të shtrëngojmë pak rrypat më shumë që të nxitojmë në kërkimin e faljes Allahu xhel xhelalu. Ka mundësi me çë nata e Kadrit në çdo tek. Madje thot Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala, ka mundësi me çë nata edhe në çift. Nga sa jo ka mundësi mu kontakt të Allah i qift të na, nga se nuk e dim sakt aja kemi njës qift të tek. Për këta syje 10 që i fundit është i sigurt që nata e Kadrit është aty, e cila është saksisht në nuk e dina. Një numër i madh i ulemave thonë është nata e 27, një numër i madh tjetër i ulemave thonë 25, e për tyre ka që thonë 21. Me rëndësi cila është të çdo natë ti me qenë i pranishëm në adhurim të Allahu xhel xhelalu. Ramazanit të ndëruar xhamatli, pjesa 2/3 të Ramazanit kanë shkuë. A kemi marrë doni mësim? A kemi reflektu? A jemi prek këtij Ramazani? A do të na lajë shenjë ky Ramazan? A do të bëhemi musliman më të mirë? A do të jemi më të devotshëm? A do të adhurojmë Allahun xhelalu edhe pas Ramazanit? Duhet të testojmë vetët e tona. Për këtë arsye, çështja e parë se do ta diskutojmë të nderuar xhamatli. Për çka na e bani Allahu këtë Ramazan? Për çka ja xhiruam 20 ditë? Për çka u falëm? Për çka lexuam Kur'anin? Për çfarë dëgjuam ligjëratat? Krejt të e ka një qëllim. E që ki qëllimi cili atë ndëruar xhamatli? Qëllimi cila? Krejt që të punë që i kena bo, veç një punë e kanë. Krejt që të munime që ka janë bo, janë të dash veç një pastërti me e nëzirë. Cila është pastërti? Zemra e pastër. Krejt që ki bo ty, jetu munu me nëzirë një zemër të pastër. Andaj, nëse zemra nuk pastrohet me këtë të adhurime, i bije që zemra për një me ka defekt serios. Andaj, ndër adhurimet e para dhe kërkesat e para që ja ka bo pejgamberi ton sallallahu alaihi wasallam, Zoti i vet xhel xhelalu, çfarë ka thënë? Ya ayyuhal muddathir qum fa anzir wa thiyabaka fatahhir. Ka thënë Allahu xhelala pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, o ti mbuluar. Pejgamberi ton sallallahu alaihi wasallam kur i ka ardhur shpallja, ka ik me vrap te gruaja e vet dhe u ka mbështjell. Bicikletit të madh çka e ka pas, nga ajo çka e ka pas te Xhibraili alayhi salatu wassalam. Dhe çfarë ka ndodhur? U ka mbështjell. Dhe ka thonë dethiruni, zemmiluni, ka thonë mbështjellni se kanë edhet e forta kanë kap. Pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam. Dhe çfarë ka ndodhur? Allah e ka zbrit shpalljen. Ya ayyuhal muddathir, o ti mbuluar, qum fa anzir wa thiyabaka fatahhir. Çu thiri njerëzit në Islam, çu dhe ngritu dhe bëja u njerëzve që ta kuptojnë Allahun te bareke ve teala. Edhe çfarë i tha në kërkesat e para të ndëruar xhamatli? Shpallja sa po kishte zbritur. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, pas ajetin nga zbritja ndal, ka zbrit mudaththir. Çka i ka thënë? Wa thiyabaka fatahhir.
edhe teshat e tua pastroj. Disa ulema kanë komentuar teshat tu falu i pastër. E disa të tjerë çfarë kanë thënë? Kanë thënë në Mekë s'kan zbrit dispozita të jashtme, po kanë zbrit dispozita të brendshme. I gjithë Kur'ani Mekkas ka për qëllim pastrimin e brendshëm. Andaj wa thiyabaka fatahhir, edhe teshat e tua pra zemrën tane laje. Kujti ka la? Kujti ka thonë? Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Andaj na ka tregu neve vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se para se me izbrit shpallja i ka ndodhur një ndodhi kur ka qenë i vogël. Kur ka qenë i vogël pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu ja ka përmend në Kur'an: "Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak." A nuk ta kemi çati gjoksin o Muhammed? A nuk ta keni pastru gjoksin? Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur kam qenë i vogël, më kanë kap dy njerëz, apo dy melek, dy krijesa i kanë ardhur, apo në formë njerit ose në formë melekut, dhe e kanë shtri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe njëri prej tyre e ka operuar, ja ka qel gjoksin, edhe e ka pastruar. E ka pastru pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pastaj ja ka mbyll gjoksin. Andaj Allah ja ka përmend: "Alam nashrah laka sadrak." A nuk ta kemi çati gjoksin? A nuk ta kemi liru gjoksin? I cili gjoks, thot Allahu ja për Muhammed zam, ta ka ranu shpinën. E që kjo, ata kemi qol gjoksin, çka i bie dhe zër? Se kur i ka zbrit shpallja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, njëri u ka pastru terreni. E cili terrano? Cila hapësira? Që kjo? Na nuk kena ninu të ndëruar xhamatli pos me pastru zemrën. Andaj kontrolloje zemrën tane, që ati e ki alametin, atu ka bo kabull Ramazani ajo. Këshire zemrën tane, qëfar zemrë kije? Aja do kjo zemrë ajo të Allahin? A i bindet Allahu Gjelle Gjelalu? A ka madhë për Zotin e madhë? Aja do të mirën? Aja u rejnë të keqen? Këshire zemrën tane, këshire halin zemrës tane, këshire kure dëgjon një fjallë Zotit zemrë ajote, si e pranon atë fjallë? Këshire kur e dëgjon një fjalë pejgamberit alayhi salatu wasalam zemra jote, si e pranon atë fjalë? Andaj, prej gjërave që s'duhet me na ikë në Ramazan, shiko ti edhe kur rrin kam, namaz, taravih dhe çdo namaz që e fal, qëllimi a zemra. Të ndëruar xhamatli, kur dojna me përshkruajt një njeri me një llaf, të mirë ose të keq, me një llaf, ma shkurt çish i bë? Por shembull kur ti nuk e njeh një njeri, edhe dikush tjetër e njeh. Edhe ti thu, çfarë njeri e boki? Me një fjalë, çish mundesh me rrumbullua kështu këtë fjalë të mira, edhe këtë cilësi të mira, çka i thua? Kjo është zemër mirë. Fjala zemër mirë këtë mshël, ka dhënë mirë. Mirë, kur do më i thon dikujt shumë i keqo, çka i thu? Zemër keq. Si ti thuj zemër keq, kur gjama nuk i ban dobi atij, a ka pare, a çan do koft ai, zemër keqo, se ka zemër e mirë ai. Për këtë arsye Allahu Gjelle Gjelalu ka mësuar nëpërmjet pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ka thënë alayhi salatu wasalam: "Ala inna fil jasadi mudgha." Në trupin e njerit toni cop. Idha saluhat saluha al jasadu kullu. Ajo pjesë kur ndreqet këtë trupi. Wa idha fasadat, e kur të prishet ajo këtë pjesë e trupit prishen. Cila është ajo? Ala wa hiya al qalb. Ajo zemra. Andaj duhet me agjëru të ndëruar xhamatli për me pastru zemrën. Falmi për me pastru zemrën. I bëjmë të mirat komplet. Për çfarë? Në fund me zemër. Fundja të ndëruar xhamatli. Ti agjërimin e të bo, ti namazin e të bo, ti iftarin e ki bo, ti zeqatin e jep, apo krejt vepra çka i bën. A e di se jashtë nuk të këshirë Allah hiç? Hiç nuk këshirë Allah për jashtë. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadith që kanë nxjerrë Imam Muslimi, Allahu nuk i shikon trupat e juve. Do më dhanë, kur të dirtë mirë takbir, Allah e sheh, po se matë me qata, ti merë takbir, Allahu ekber, edhe lidhësh. Apo, a më je lidh, edhe ti ka mundësi zemra e zgjidh, thë. A ti ka mundësi falësh, Allah nuk të këshirë, po të të kisu ka lidh. Për njerëzit nuk ka lidh, për të Allah, sa i lidh ki? Sa njeri lidhët, Allahu ekber, edhe e ban e sap tregtirin e vetë. A ja dhash me qëta artikull nësë ja dhash? Qëtë pazar, më duket, tret patlijonat i pas në harruë. Kja a i lidh, a i zgjith. Jo, kja i lidh me dur të veta, ama zemrën e kotë zgjith. Për këtë arsye shika Allahu subhanahu wa ta'ala neve në mëson, Allahu nuk i shikon trupat e tonë. Na veshmi për njëri tjetrin. Na veshmi për njëri tjetrin. Na dhe kur veshmi për namaz, na veshmi për namaz se na ndryshe zdina, për ndryshe Allah na e këshirë zemrën. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam, as siretin s'ta këshirë, as trupin s'ta këshirë. Çka këshirë Allahu xhelalu ala? Zemrën edhe veprën.
Ja zemrën edhe veprën. Për këtë arsye të nderuar xhamatli, mundohunin këtë Ramazan që zemrat ja jepni Zotit juve. Zemrën. O Allah, unë s'kam tjetër shka, ama zemra jeme do. Për këtë arsye, kur të pastrohet zemra, kjo pjesa tjetër nuk ka problem. Andaj ka thonë alayhi salatu vesselam hadith, rubbe ash'af aghbar, ka mundsi doni njeri i ashtë këtë pluhën. Ash'af flokti ka tollovit ta komplet. Të arab ta kone një orë, do njeri kur ka jetu në shkretin, flokti kanë shku herë djatë tasër majtas. Ka thënë alayhi salatu vesselam, ndodh, Allah ja ka do një rob, ai nuk duket shumë i rregullum. S'duket shumë i rregullum. Law aqsama ala Allahi la abarra. Me bo bejnë Allahin, Allah ja qënë vetë bejën. Pse? Zemrën. Na nuk e dim çfarë zemre ka ai. Në ditë për ditë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka qenë me sahabit. Edhe njëri prej sahabive ka pasur emrin Abdullah ibn Mesudi, transmetuesi i haditheve, radhiyallahu an. Edhe duke qenë kapët me një deg. Edhe akon shumë i zaif Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu an. Edhe disa prej sahabive kanë kesh, ka thonë këshisa kanë të hollaj paska. Ka kesh zakon, sikur që zakon e ka njerëzit. Edhe tha pejgamberi alayhi sallam, apo keshni me kam tek tina? Ka shumë të holla apo? Ta këshirë çfarë kam paska, gjujt shumë të holli paska. Atëherë tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, wallahi tha, ta Allahi, kjo më i rënë se kodra e Uhudit. E me çka e ka ranu që ta, thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala, e ka ranu me zemër, me vepër. Ta Allahu ranohet peshorja me vepër. Ta Allahu xhel xhelalu ranohet peshorja me çka? Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, vënë njëri para Allahu xhel xhelalu, edhe nuk ka bë asnjë vepër të mirë. Ka bë gjuna shumë. Apo, ka ardhur transmetime se ky njeri nuk ka bë asnjë punë të hajrit. Edhe vjen te Zoti xhel xhelalu edhe del në peshore. Edhe Allah ja vendos me njërin anë këtë punë të këqija. Ato që thot sigurt unë drejt në xhenem, e di venin koha. I thot Allahu xhel xhelalu, prit. Këta sot do ditë drejtësisë, ti çesna këtë në peshore. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, e ka me veti një bitaka, një kartel. Çfarë kartele? Nta e ka thonë dëshmin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ama kjo dëshmi a ka në zemrën e tina, por ka qenë mëkatar, i ka po mëkat Zoti xhel xhelalu, edhe u ka pendu me vetëm, po prapë u ka shit në gjuna. Atëre e vënon këtë kartelën Allahu në anën tjetër të peshorës, edhe krejt këqija çka i ka fluturon. Dietar kur e kanë komentuar që këtë ditë kanë shumë komente. Imam Nevawiu, Ibn Hajar al-Asqalani, dietar të mëdhej munon ku çka ka bëu ky njeri, çka boni ky njeri. Shahadetin e kena ketë, ama aranon për të ketë njësoj, jo, i veçantë do çki. Rreth këtë çka sillën ulemat këtë sillën thonë, ki me zemër ka pas diçka. Me zemër a koni mirë. Te zemra a koni mirë. Për këtë arsye të nderuar xhamatli, Ramazani ka ardhur për t'i la zemrat tona. Para më të ndërum xhamatli kështu. Ti më e çu diçka për me la dikun. Apo, për me la. Ja çon dikujt kerrin me la, ja çon qëllimin me la, ja çon do tesha me la. Ti qëllimin e ke me la. Po se ke çu ti pse ai heshëm, po i thu lama çket kar, lama çket te pik, apo në rregull. Çka thuti mas 3-4 saat dhe me shkute ai. Vallai qëllimi se ka prek hiç. Apo, edhe më thon nalu çtu, çka bën dësha çe valla muhabet banën. O valla lama qëllimin. Ka marrë për me lu qëlimin. Të ndëruar xhamatli, gjithë shka e ka një qëllim. Ne kemi ardhur në këtë dunja për t'i la zemrat e tona. Thot Abdullah ibn Mesudi radiallahu an, 4 vjet ose 5 vjet paraforcisht nuk kalun në Mekke, në tortur, në azab, persekutim, në ndjekje. Allahu e zbriti një ajet. A dini ku e ka zbrit? Në surën e cila quhet surja e hekurit, Suratul Hadid, surja e hekurit. Ama të surja e hekurit Allah e ka zbrit një ajet të cilin Allah u thot, elem je'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haq. A nuk ka ardhur vakti për besimtarët që të zbutën zemrat e tyre, që të ulën zemrat e tyre? Thot Abdullah ibn Mesudi, as 4-5 vjet kishin shku pi shpalljes, Allah i minjar, zemrat, a një ndrej zemrat. Shpallja ka zbrit një ndrej zemrat, që se ndrej zemrën, harroj ketë muhabet të tjera. Ti, na, kena ninu pinsivirt në iftar. Zemra? A te dosh zemra jote ma shumë Allahin ajo? A do ma shumë zemra jote Kur'anin ajo? A do, kur po rrin taravi, apo t'vjen amëlas, apo t'vjen idh? Kur po falësh, apo t'vjen mamira, kur pas selamit? Ketë këto argumentojnë për çka? Për zemrën. Zemrën ndreqe.
po nuk e ndreqe zemrën. Qa thot Allahu xhela xhelalu? Ha, ditën kur kush s'u shpëton. Kështu Allah e ka mohue. Ha, as kush ditën kiametit s'u shpëton. Ha, illa men ata Allah bi qalbin selim. Përveç atij I cili nuk ka thonë vjen me trup, nuk ka thonë është ka ushtru shumë bodybuilding, nuk ka thonë e ka pas kravatën e mirë, nuk e ka kur gjon nuk ka përmes, ka as illa men ata Allah bi qalbin selim, përveç atij I cili shkon te Allahi me zemër të pastër. Allah na bëj fitë ya rabbel alamin. Pra të nderuar xhamatli, nëse e kishmi marrë kështu me pas një test, s'na ka dhënë Allahi, por ahiret kena me pa. Çdo këtë çto a e dina kush ka xhurue? Se dina. Ama kush ka taravih e dina, se I shohna. Qish me mujt me mat, cili ja më I mirë se cili. Të njerëzit janë çetër hesab. Njëri e mat me zëngillok, e mat me tregti, e mat me biznes, e mat me interes. Te Allahi me pas test na me mënadon çisha me zemër. Me zemër. Nëse I del zemra e mirë, ama I mirë. Nëse zemra, andaj thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu taala, vepra e dopt, e lik, nëse nuk ka shumë efort. Dhe njëri e bën një vepër më të madhe, më e fortë. Nëse ki me vepër dop, a me zemër më të mirë, ja shkon këtina. Ka thonë pejgamberi alayhis salam hadith që ka thënë Imam Muslimi. I ka thonë një njeri 1000 dirhem sadaka. Edhe I ka thonë një njeri 1 dirhem. 1 dirhem. Po sigur 1000 euro, njëri ka lënë 1 euro. Thot pejgamberi alayhis salam, ja ka kalu 1 dirhemin 1 mishit. Me çka ja ka kalu? Me çka ja ka kaluar? Me zemër. Për këtë arsye Ramazani të nderuar xhamatli ka ardhur e tash na gradualisht po hina te pjesa më e mirë e Ramazanit, po mos ti harrojmë zemrat tona, të punojmë me zemrat tona, ti pastrojmë zemrat tona. Thot Ebu Hamid al-Ghazali rahimahullahu taala, dietarëve të muslimanëve, a e dini thot o ju musliman se menimi I keq o gibet. A dina diçka gibet? Gibet e kanë vetë pejgamberi sa çka gibet? Ka thënë kur e përmend vllavin tan mos pranimi të keq, ajo është gibet. Ka thonë ja Rasulullah si tjetë ashtu që shpo thamë, ka thonë si tjetë që shpo dhu, a gibet. Si të ashtojsh, a iftira. Thotë Ebu Hamid al-Ghazali, sa pi musliman me bojnë gibet, pagoj, hiq pa fol. Një thotë, së vola hiq, e në mene shka të qkue, atja baj qështu, atja këthej qështu, atja zonë ullën qëtu, e qëto menimet ka e prapa, qëto menimet e mbrapshta, janë gibet, jetu hangër mish njerit coft. Pra këtë arsye të nderuar xhamatli, I gjithë Islami, I gjithë imani, I gjithë ihsani është në pastrimin e zemrës tane. Pastroje zemrën tane, edhe vallahi me pak punë Allahu ka më të pranuar. Me pak vepra, fundja na skena dhe shka bojna për te likurës tonë. I ditë për ditëve pejgamberi sa mi isha shokët e vet. Edhe isha se japin zor. Me punë, që këtë punë, atë punë. Edhe me mësam do mi qetësue, o ju njerëz. Asnjani te juve me punë të vet as në shpëton. Hiç asnjani. A unë që para mënu njëni me në thonë për shemull, a be një nëni sa të doni, s'muni me shpëdu me të një nume, as me të falme, as me zëqat, e me qa me shpëdu, po me qka me shpëdu na? Ka thonë alayhi salatu wassalam, illa en jetë gëmmedinillahu bi rahmetihi. Ka thonë sahabët, as tja Rasulullah? Ka thonë asune, veç nëse Allahu jetë gëmmed. A di shka të më thonë jetë gëmmed? Arabët të ndëruar xhamatli kam pas shpatat, që të të ardhën I kam pas. Te gëmmud, o shpat, da e ka kallofin e vet. Apo, kur hi mrejna vet, komplet hi dhojnë te gëmmet. Mrejna ka hi. Apo, ka thonë alayhi salatu wassalam, kur kush me punë të vetas në shpëton, veç nëse Allahu e fut në rahmetin e vet. Allahu na fut në rahmetin e vet, ja rabbel alamin. Po e çush futesh në rahmet? Me zemër. Kur ta shohësh se Allah e ki zemrën e mirë, e do Allahun, e respekton Allahun, ki lart madhri për Zotin tan. Allah e sheh këta. Ti për çka? Ti a I të ninu me zemër a pa zemër? Me çka nino njëri? Shart I para se me hinë si firë, me çka ninohet? Me nijet. Nëse një njëri rri rastësisht 13 saat pa buk, pa ujë, pa kur gjo, sikur të në gjarim, edhe me arë me thonë, helbet, a kum ninu edhe une si ti, që I thuti? Jo, Allah, në e banë Allah, s'ki ninu. Pse vëllo s'kam ninu, 13 skap, ujë s'kum pi, buk s'kum angër, gruje s'kum prek, që I thue? Nijet s'ki bo. E ku e ka njeti venin? Në krije, në si, në goj, në zemër. Në zemër. Allahu e di qëllimin. Ande ka thënë alayhi salatu wassalam, innamal a'malu bin niyat, te Allahu shkojnë veprat vetë sipas niyetit. Në ditë për ditëve tregon alayhi salatu wassalam. Çiko çfarë do të thonë zemra, edhe nëse ja huq fjala. Në ditë për ditëve pejgamberi sa më thotë, o ka një njeri para juve e ka hub udhën midis shkretine. Edhe kur e hub udhën,
Edhe i hub devja. Kur e humb devën, aty e ka pas me ujë, me bukë, me krejt. Edhe shtrinjet me dek. So s'ka ka me jamajt, mi diskretine. Shtrinjet me dek. I qohet pi gjumit, u ka kthi devja, ka kthi Zoti devën. Pikëzimi të madh. A mund të paramendu? Na nuk më paramendu se tash ti s'ki hub kur gjallë se di. Ama me hub paramendu ti me hub dikun shkretin, me hub doni mal, edhe vin me të morr. Çfarë gëzimi është ajo? Apo, paramendu, nuk mund të paramendu atë çka. Edhe ki pikëzimi të madh kur e shet devën, i shet ujin, edhe tash shiko. Gëzimi i madh edhe kamrije, dashnia për Allahin çast shumë, saqë dashnia ja ka turbullu llafët. A keni pa njerëz që kanë ardhur kur kanë gëzim të madh, apo edhe llafët apo e le dikant tjetër, për shembull, fol ti se unë s'po muj, ose vdekje, i thot dikujt s'po muj me fol, se zemra ka shtypje. Çast shumë u ka gëzuar, i ka xhudur ka Allahu xhelalu ka thon, o Allah. Ha shiko çka i ka thon. Shiko me gojë çka i ka thon, ama zemra çka ka dosh me thon. Ka thon, o Allah. Ti e robi jam, unë jam Zoti jot. Ti e robi jam, unë jam Zoti jot. Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, akhta min shiddatil farah. Pikëzimit madh gaboj ki miskini. Ama Allah ja ka bo kabul. Ja ka bo kabul se e ka ditë se ato dash me thon, o Allah, ti e Zoti jam, unë jam robi jot. Nëse gabon gjua, zemra mos të gaboje. Mos gabo me menu, me gabu me zemër, me dorë, dhe rregullohet me dorë. Apo, andaj shiko Allahu edhe vrasjen, si vrasje e ka nda. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan. Ai i cili e vrat një besimtar qëllimisht e non shënjesën. Kjo ka çetër trajtim. Wa man yaqtul mu'minan khata'an. Dhe ka dikush e vrat një musliman gabim. Kjo çetër trajtim ka. E ka tu gjash me gjujt kaprollin, e rrok njërin. S'dashtë me gjujt Allah. Gjujnë tërmat që kena me azanat, e keni pa të trimat mas lufte, kitë tërmat gjujnë. Edhe mos ani fat këtësisht e rrok dikan. Ama s'ka dashtë me rrok. E a qutë ani soj sikur kur e gjujnë, sikur kurse gjujnë? Jo, kur e nën shënjesër andryshe. Andaj, nëne me zemrën e juve shënjesër Allahu Gjelle Gjelalu, që atë ta doni, atë ta respektoni, atë ta madroni, pastaj pse gabon, nuk ka problem. Andaj Allahu subhanahu wa taala të ndëruar xhamatli pi neve zemrat tona. Nëse na ja japmi Allahut zemrën. E dini Ibrahimi alayhis salatu wassalam kur ju ngjit zemra pak për evladin e vet. Ajo ngjit zemra pak për evladin e vet, për Ismailin. Cili pi juve se do evladin? Thot Ibn Qayyim al-Juzeyy kur e ka trajton këtë mesele, apo thot Ibn Qayyim al-Juzeyy, Allahu pi rahmetit vet nuk i ka lip kur kujna që me e therr evladin për shenjë falënderimi. Që për shembull zanë si cili pineve apo se na e kena pak stash kinez mode, Europë mode, e kena këta islam, di e vlad do gjoj, inshallah të hajrit. Keni pa thënë inshallah të hajrit. Pse mos më kon 10 të hajrit? Pse mos më kon 10? 15 të hajrit. A dini Aliu radiallahu sa e vlad i ka pasur ndëruar xhamatli? A dini Aliu? E ke çka të foli si të gaboj diçka mos ani vet në hoxhën mos ani, mos e shkoj unë. 37 e vlad i ka pas. Kur ka dal pi shtëpie me askar ka dal. 37 e vlad. Ai ka bot 2 vlad edhe elhamdulillah, jo inshallah të hajrit. Mund më konë 10 të hajrit. Mirë. Sa do që ti ka thua Allah e vlad? Me të pas thon Allah, preje njonin kurban për mi pagujt këto qert. Thënë në prat. E këshir parin, e duhet. Këshir ditin, valla dhe ki diti kur lindi shumë u gëzova. Këshir e ke tretin, sugari. Këshir atë katërtin, andaj thot Ibn Qayyim al-Juzeyy, për mos me nxjerr Allahu mëkate pi zemrave tona, ka thon prajeve një dash. Prajeze me ta. Ibrahimi çka i ka thon? O Ibrahim, pak i të dasht Ismailin, Preje. Preje, jo e gone, preje, komplet. Marrë thikën preje. E ka spreje thikën. A ka thon inni ara fil manami anni adhbahuk. Ka thon o djali jam të pa ëndër me të preje. Ama vini rejtë ndëruar xhamatli. Çi kur thash, kit Ramazanit e zemrën ka muhabeti. Ket ajo shpallje Ibrahimit i ka zbrit për zemër. E ka marrë thikën, e ka bë hazër djalin, Ismaili ka thënë if'al ma tu'mar satajiduni insha Allahu min as-sabirin. Ka thënë o baba jam. Çka ka thënë Allah që ashtu bane? Unë jam sabërli inshallah. E ka vnue në cung për me prej djalin e vet. Para menohet vetën tane me djalin tan, që ta kuptosh sa i madh ai pejgamber alayhi salatu wassalam. E ka vnu djalin e vet ta preje me thikë. Edhe thika e ka nu me prej spret, nuk pret. Provon nuk pret derisa Allah i shpa thot. Qad saddaqta ar-ru'ya, e çovën ven o Ibrahim, u kry.
E qëtu, kur ka thënë Allahu u kri, ç'është u kri? E se prajeti. E la të lirë. Allahu ja dha një dash. Ta praje dashin, leget. Praje dashin, praje kurbanin. Leje Ismail a.s. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja dhe të tjerë dietarë që ka përmendur Ibn Hajar al-Asqalani, kur dul dashnia e Ismailit pi zemrës, edhe i met zemra Ibrahimit veç për Allahun, atëherë tha maja Ismailit. Për këtë arsye të ndëruar xhamatli, nëse na e hekna këtë dunjajën pi zemre, Allah i thot maja kerë, se s'm duhet mua. Edhe parët maja, edhe dunjajën maja, se s'm duhet asnjë pite. Këtë dunjajën maja, vetë zemrën me mua. Allahu pi këtë veprave i ka li vetë zemrën, na e zemrën mos ja jep. Mos u lidh për bandazh të kerit. Mos u lidh për arkën edhe bankën. Mos u lidh për karticën tane, edhe mos e shtina gjë shumë thellë, ke ka dal të nxjerr se të e nxjerr pak zemra, apo se na shumicat e smujave dhe depresioneve kena të i lidh apo koletën me zemër, leje koletën. Thot Imam Buhariu rahimahullahu taala, nuk di në jetën time ti kim numëru parët doniherë. Kur si kam numërue? Pse i ka thënë se unë e kam Zotin i cili nuk ishte errët pasuria kurrë. Apo sa shikur vesh gjenerata jon, Covid, shumë prej sprovave që kena bërë, a ka me dikush pa hangër buk? Jo. Po këtë arsye të ndëruar xhamatli, ka ardhur Ramazani dhe jemi në këto net më të mëdha të Allahut që ka mundësi donjëherë me kapërcie, lut Allahun me ta drejt zemrën. Lut Allahun me ta pastru zemrën. Lut të thuj o Allah, jep mani zemër çka do tije, jep mani zemër çka e do Kur'anin, jep mani zemër çka e do xhamien, jep mani zemër çka i do musliman, jep mani zemër çka e do halalin, jep mani zemër çka e urren haramin, jep mani zemër çka nuk do me të bëti gjuna. Andaj të ndëruar xhamatli, nëse nuk i pastrojmë zemrat tona, veç kena me të pa buk, edhe veç kena me të pa uj, edhe nuk keme arrit kur gjatë. Për këtë arsye thot Abdullah ibn Mesudi, shumë shpejt na ka çortu Allahu, rregulloni zemrat. Andaj ti rregullojmë zemrat tona, ti përmirësojmë shpirtat e tonë, thot Allahu te bareke ve teala, qad aflaha man zakkaha, ka shpëtuar te Allahu ai i cili e ka lidh dhe pastron shpirtin e vet. Pastroje, Ramazani ka ardhur me të pastru pi bukës, mos u lidh për këtë ujë. Vallahi s'ka me lan Allah pa ujë. Wallahi, hini lexoni tigrat na për vene ku jetojnë egërsirat, a e dini sa mishin e hajnë. Ti s'ki hangër një mujt dit mish sa ha një tigër për një natë. Si le Allah, as hajvan pa buk, as peshkin deti nuk e le. Ama Allah për njeri që ka lip, o insan, shiko, pse na ndërtojnë a gjamiën? Se dojnë a zemrën pastruhe. Për çka vjen gjami? Për me pastru zemrën. Për mi thonë Allah, o Zot, e lash, jash dunjojër, herdhat e ti, erdha mu të lutë tije, eta mu përgjëruti. Andaj, lutë Zotin e madhë shumë, agjëro, falu dhe krejt këta banë në qfarë, duke pas sinimin të pastrimi i zemrës. E lusim Zotin e madhë në këtë natë të parë të 10 të fundit të Ramazanit, Allahu zemrat tona ti pasron ja Rabbal Alamin, shpirtat e tonë ti pasron ja Rabbal Alamin. Çdo agjërim që e keni bë, Allahu na ban kabul ja Rabbal Alamin. Çdo taravih që e kena fal dhe ta mundson Zoti me vazhdu me taravia e me Kur'an, Allahu na mundson që të regjistrohen në regjistrin e veprave të mira ja Rabbal Alamin. E lutim Zotin e madh, Allahu na mundson me mri natën e Kadrit, edhe mu fal, edhe mu lut, edhe me dënes, edhe me çajt, që në fund klirohen qafat tona për zjarrit xhenemit dhe të bëhen nasib emrat tona që të futen në xhenetin e Zotit xhelel xhelalu. Ku ja kemi qollu, ka qenë prej Zotit. Allahu na shpërblej, e kudo që kemi gabu, ka qenë prej meje, edhe prej shejtanit. E lutim Allahun që Allahu na fal, e lutim Zotin e Madh xhelel xhelalu që Allahu na jep të mira në dunjë dhe në ahiret. E lutim Zotin e Madh te bareke ve teala që Allahu musliman kudo që janë në përbot, lindje dhe perëndim, Allahu t'ju ndihmon, Allahu t'i përkrah, Allahu t'i mëshiron, Allahu na mundson të çditëve të bëjmë bajram të pastruar pe gjunaheve. Aqulu qouli hada wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.